Nga strukturat e operatorit të shërbimeve të kujdesit shëndetësor në Shkodër, po ofrohet shërbimi shëndetësor në banesë në të gjithë territorin e bashkisë, si në qytet, ashtu edhe në njësitë administrative. Personeli i qendrës shëndetësore në njësinë e Postribës ofron disa herë në javë shërbimin mjekësor në banesë, kryesisht për pacientë të moshuar edhe persona që vuajnë nga sëmundje kronike. Sipas mjekut Sokol Xhabiaku, mbi 20 banorë të kësaj zone përfitojnë në mënyrë periodike vizita dhe monitorim të gjendjes shëndetësore në banesat e tyre. Këtu në qendrën tonë kemi rreth 28 persona që janë të futur në këtë program, vizitohen 3 herë në javë. Këto smur janë gjithmonë në monitorim. Pra ne e dim se ku është gjendja e tyre shëndetësore në çdo moment. Megjithëse terreni i vështirë në disa zona mbetet një sfidë, sipas mjekut Xhabiaku, ekipet mjekësore janë pranë pacientëve sa herë që ka nevojë për ndërhyrje apo ndihmë shëndetësore në banesë. Pavarësisht nga vështirësitë e terrenit, sepse zona jonë është pak e hapur, pra qëllon që janë shtëpia dhe larg, i kemi njekur rregullisht. Këtu një pjesë e personelit janë edhe këtu venali, kështu që e kanë më të lehtë edhe njohin pra që të lëvizin, kështu që në këtë rast na ka ndihmuar shumë kjo në këtë aspekt. Shërbimi në banesë konsiderohet një hallkë e rëndësishme kujdesit parësor, veçanërisht për komunitetet rurale. Përmes këtij modeli synohet që kujdesi shëndetësor të jetë sa më pranë pacientit, pavarësisht moshës, gjendjes shëndetësore apo vështirësive të terrenit.